Miq, përshëndetje, mirë se ritakojmë sërish në emisionin e përjavshëm ku së bashku trajtojmë tema që janë thelbësore në jetën e besimtarit. Ne do të ndalemi sot tek bujaria, tek bamirësia. Do të ndalemi tek kjo vepër madhore e cila përmendet vazhdimisht në Kur'an, përmendet vazhdimisht në hadithet e profetit alayhis salam. Po përse kjo vepër kaq fisnike vjen në forma të ndryshme dhe nxitet në ajete dhe hadithe të ndryshme. Për këtë temë do të na flas hoxha dhe imami i xhamisë qendrore në qytetin e Lushnjës, hoxha i nderuar Alban Puka. Alban, mirë se vini. Mirë se vjen. Hoxh, siç thash, kemi disa përkufizime të këtij termi. A mund ta përmendni ato që janë, po themi, më kryesore dhe a është kjo një po themi specifike gjuhës arabe që vjen në tekste të ndryshme, është e njëjta gjë apo ka nuanca që e pasurojnë atë? Falënderimet takon Allahut azza wa jall, paqja lavdërimi i tij qoftë mbi vulën e pejgamberëve Muhammedin alayhis salam, familjen dhe shokët e tij dhe të gjithë ata që e pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. E dyta, urime për misionin lut Allahun azza wa jall që të na japë sukses të gjithëve së bashku. E treta, nga veçoritë e gjuhës arabe, sidomos nga stilistika që përdor Kur'ani Kerim, sidomos ke terma të ndryshëm, në këtë rast termi bujaris, vjen me fjalën el gjudu, wal karamu, was sakhahu, wal bedlu, wal anibu, pra ka shumë terma të cilat në kontekstet caktuara e gjuhës arabe merr kuptimin e vet. Pra el karamu bujari është, edhe Allahu azza wa jalla nga emrat e Zotit el Kerim, dhe el Jawad po ashtu është nga emrat e Zotit subhanahu wa taala. Mirë po el karam thot njeriu i jep më shumë se sa çka, pra ka mundësi të japi, por jep më shumë, shumicën e pasurisë tij. Disa thonë që el-kerem jep pa ja kërkuar, duke mos u ndjer i turpruar përpara njerëzve. Disa thonë el-gjudu, njeriu të japi direkt, duke qenë i kënaqur me veten e tij dhe pa ja kërkuar dikush tjetër, madje duke mos e lënë tjetrin që të kërkojë. Sa i për el-bedhlu, pra nga ana gjuhësore ata kanë kuptimet për aftëra njëra tjetrën, është që njeriu i jep pas një mundi. Pra si është lodhur, është raskapitur, atëherë edhe i jep në këtë rast. Kemi edhe fjalën tjetër as-sakhahu, dietarët këtu kanë bërë dallime nga ana gjuhësore, duke thënë që t'i japi personi më shumë se çka, më shumë se çdo gjë tjetër, madje edhe se është vetë në vështirësi. Pra këto kuptime i kanë përmendur dietarët e gjuhës, edhe pse thamë ato kanë kuptime të paraafta me njëra tjetrën. Pra kur vjen në tekstet fetare, ajetet kuranore, hadithe të profetit alayhis salam, pra marrin kuptimin e vet në kuptime të ndryshme. Vijnë kuptime të ndryshme. Ndërkohë bujaria është një vepër shumë fisnike dhe mbi gjitha Islami synon që ta fisnikrojë njeriu në nivelet më të larta të mundshme. Dhe mundësia për bujari është e shumtë. Cilat janë dallimet, po themi, në këtë vepër të madhe fisnike? Atëherë njeriu që është i lidhur me Zotin subhanahu wa taala dhe me historinë dhe figurën e profetit alayhis salatu wassalam, duhet i kthehet origjinës së bujarisë. Mbi të gjitha, ai që është më bujari është Allahu subhanahu wa taala. Dhe kur e kanë përmendur nga llojet e bujarisë, kanë përmendur se Zoti subhanahu wa taala emri i tij është el-Jawadu ose el-Kerimu, pra është ai që i jep çdo krijese aq sa ka nevojë dhe me masë përcaktuar. Prandaj njeriu, nëse i kupton tekstet e Kur'anit, ashtu siç duhet dhe hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe jetën e tij dhe shembullin e tij, jam i bindur që nga kjo do të burojë edhe bujaria e njeriu, sepse neve vërtet në jetën tonë të përditshme kemi nevojë edhe të marrim, por para se të marrim duhet të japim. Pra është shumë e rëndësishme që besimtari, siç thot Zoti në Kur'anin Kerim, dhe ata cilët japin në rrugën e Zotit tyre, ne u është probleme ato shumë fish. Pse ka thënë Zoti shumë fish? Sepse nuk është kundrejt asaj që ti dhe, po është bujaria e Allahut azza wa jall që i jep robit të tij përtej asaj që ai mund ta imagjinojë. Kështu që askush më është mburret se thotë që unë dhash shumë, unë dhash gjithçka. Jo, është Allahu subhanahu wa taala që i dha atij dhe ja mundsoi atij dhe ja bëri të lehtë pikërisht bujarin. Prandaj dhe as-sakhahu, disa e kanë përmendur, lloj tjetër i bujarisë është i jep njeriu bi suhulet e nefsi, min tibi nefsi, i jep njeriu me shumë dashuri. Pra e do bujarin, garon për bujarin, nuk pret që njerëzit i kërkojnë. Madje thot nuk e lë njeriu që ti përulet, ti zgjasë dorën, por jep direkt, duke mos e vënë tjetrin në vështirësi. Pra kjo është, po themi, një lloj bujarie nivelit të lartë, jo thjesht bujarie që ndihmon të tjerët, po ka dhe kjo këto nivelet e veta. Patjetër, sepse Allahu subhanahu wa taala nuk e përmend bujarin
në Kur'anin Kerim kur thot që edhe ata të cilët japin rrugën e Zotit tyre për ta, nuk do të ketë frikë, nuk do të ketë dëshpërim. Pse? Se Allahu subhanahu wa taala mbi të gjitha shikon qëllimet në jetë dhe jo atë që japin njerëzit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeriu më bujar. E megjithatë thot Aisha radhiyallahu taala anha, kur vinte muaji i Ramazanit, pejgamberi i Zotit alayhis salam bashkë më bujar. Pse? Kjo e hyn dhe ke sekreti që do vim më pas te kohët e bujarisë, a ka kohë të caktuar apo jo. Pra bujaria është ndihmon njeriu shpirtërisht, moralisht, e bën njeriu të ndihet mirë. Pra çdo njeri i cili Allahu subhanahu wa taala i ka mundsuar të japë diçka. Pra nuk është vetëm e përkufizuar nga ana pasurisë, se ky është një gabim fatal që bën shumë njerëz, un po të kisha do jap thon. Fatikisht ky është koncept materialist i bujarisë. Njeriu duhet të japi edhe kur ka, edhe kur nuk ka, madje edhe me gjëra që s'u pret mendja, që e thamë janë llojet e bujarisë. Ju përmendet që bujaria është një vepër fisnike, po mbi të gjitha ajo që japim nuk është prona jote. Pra ne jemi përdorues së saj. Pra është prona e Zotit që na është besuar ne dhe në një farë mënyrë duket sikur origjina buron prej Zotit dhe jo prej nesh. Sa rëndësishme është që ta ndjejmë veten përdorues së saj dhe jo zotërues apo pronar të saj. Atëherë është shumë e rëndësishme të kuptojmë një nga ajetet kuranore që e kanë përmendur dietarët e tefsirit, historinë e Ibrahimit alayhis salam. Ibrahimi alayhis salam ka një histori të bukur me bujarin, madje me njerëz të panjohur, dhe këtë ja jep si shembull Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kur i thot, a nuk e di ti Muhamed historinë e Ibrahimit? Kur i erdhën atij miq dhe i menjëherë u përpoq nxitoi ti nderoj ata, dhe thanë selam aleikum, pra paqja qoftë me ty, ju përgjigj Ibrahimi alayhis salam, ju përgjigj paqja qoftë me njerëzit e panjohur. Dhe nxitoi për tek familja e tij dhe u erdhi atyre me një viç të bërë kurban, pra të pjekur. Thonë ulemat, çka nga e dinte Ibrahimi, nuk e dinte që do vinin miq. Dhe i tha selam për popullin e panjohur, nuk pyeti se kush janë ata, se çfarë duan ata, por më njëherë nxitoi të jepte atyre nga mirësia që kishte dhënë Allahu subhanahu. Pse kjo do thotë vlerën që njeriu e ka bujarin në zemër dhe jo në duar. Pra ai nuk pyeti kush jeni, çfarë pozite keni, për çfarë keni ardhur. Këtë e kuptoi kur ata nuk zgjatën dorën për të ngrënë, por direkt nxitoi Ibrahimi alayhis salam t'i nderoj miq që i erdhën në shtëpinë e tij edhe pse nuk e njihin. Kjo do thotë njeriu që e ka bujarin në zemrën e tij dhe zotron atë në shpirtin e tij, është i gatshëm ta japi atë sa më shpejt jetë mundur për të arritur mirësinë dhe kënaqësinë e Zotit subhanahu wa taala, dhe nuk pret që ti shumohet pasuria siç bëjmë ne sot, apo të shikojë një rakam në një hall për vete apo jo se kjo nuk lejohet, ai të shikojë gjendjen e tij familjare, por njeriu që mezi pret ta japi atë që i ka dhënë Zoti subhanahu wa taala, ky është sekreti i bujarisë. Pra njerëz që vërtet quhen bujar, që japin pa kërkuar, pa interes, pa pyetur se kush je, dhe përpiqen me lejen e Zotit azza me gjithë të arrijnë qëllimin më të lartë kënaqësinë e Zotit subhanahu wa taala. Ndërkohë të gjithë e duan bujarin, po jo të gjithë jemi bujar. Dhe ndoshta shkaku kryesor pse nuk jemi bujar është frika se na paksohet ajo që kemi. Ku e gjejnë motivin dhe çfarë i inkurajon ata që japin dhe çfarë frikson ata që nuk japin? Subhanallah, Allahu azza wa jall sa herë që e ka përmendur njerëzit që shpenzojnë në rrugën e Zotit subhanahu wa taala, dhe thotë çdo gjë që jepni në rrugën e Allahut ai e zëvendëson atë. Yukhlifu. Në ajetin tjetër, dhe ata cilët japin rrugën e Allahut, ata si shemja asaj kokrës që ti e mbjell dhe mbi 7 kallin. Nga ato 7 kallin, çdo kalli ka 100 kokra. Dhe Zoti ja shton atij që do pa masa, Zoti është bujar i madh i gjithdijshëm. Përmend Imam Ibn Kathir rahimahullah dhe të tjerë përveç mufasirinëve, dhe thonë që shikoni se si Zoti subhanahu wa taala e shton nga bujaria e tij pa mas atij që ai do, dhe nuk e jep këtë në këmbim se ti dhe, apo ti mund të thëmë ti bëjmë qefi vetes ti e mashallah ti je bujar i madh, jo. Por Allahu azza wa jall të dha aty shumë fishin e asaj që ti mendoje se mund të kthehesh tek Zoti subhanahu wa taala. Prandaj njeriu duhet të përqendrohet tek tekstet e Kuranit, të shembullit të bujarisë dhe fjalët e profetit alayhi salatu wasalam. Prandaj dhe thot pejgamberi, sa herë që lind dielli, me lajke thon, o Zot, jepi atij që jep dhe ngushtoja rrezikun atij që nuk jep. Pse? Jepi atij që jep sepse i shpreson tek rahmeti jot, tek mëshira jot. E di që ajo është pasuria, rreziku që e ka dhënë ti dhe nuk është se ky arriti me aftësitë e veta. Ka shumë njerëz të aftë sot, tregtar të aftë, ekonomistë të aftë, inxhinier të aftë, ka shumë njerëz të zot në aspektin e trajtimit pasurisë, por jo të njëjtë e kanë rrezikun. Madje ka atyre që njihen shpraftësi gjigande dhe nuk e kanë rrezikun e një ekonomist i thjesht.
Nga erdhi kjo pasuri prej Allahut azza wa jall. Prandaj dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin tjetër çfarë thot? Dinarun, një dinar që ti e shpenzon atë në rrugën e Zotit, apo një dinar që e shpenzon për të liruar një skllav, apo një dinar që e shpenzon për të ndihmuar një fukara, apo një dinar që e shpenzon për familjen tënde. Më i miri tyre, cila është ai që shpenzon për familjen tënde. Të ka dhënë disa shkallë sadakaje, bujarie pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, zgjidh në cilën derë xhenetit do të hysh. Pra këto janë hadithe që nxisin, madje ka ardhur ndonjëherë edhe në formën kërcënuese. Shpëtojini vetin tuaj, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, qoftë me gjysmë hurmen, hadithin e Aishës radhiyallahu anha. Prandaj njeriu mos të bëhet koprac me mirësinë e Zotit. Pra të gjithë do të përfshihen në bamirësi, edhe ai që edhe ai që nuk ka, sepse Allahu subhanahu wa taala pse e përmendi atë kokër. Mund të thoshte, mund të merrte një shembull tjetër. Pra ti mund të kesh bujari vetëm me fjalën, duke nxitur të tjerët për të bërë mirë. Siç ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur erdhën ansarët erdhën në Medinë. Kur erdhën falni muhaxherinët në Medinë. Çfarë i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Shpëtoni o gratë e Medinës veten tuaj nga zjarri i xhenimit. Derisa të gjitha filluan të japin nga ari i argjendi i tyre për ta ndihmuar fen Allahut subhanahu wa taala. Kjo është shembull i bujarisë dhe shembull i nxitjes dhe shembull për ata që duan të jenë bujar, jo vetëm me veten e tyre, por me të gjithë njerëzit që i rrethon, madje edhe me gjallësat. Dalim pak tek llojet e bujarisë. Pra, ju përmendët që bujaria nuk është vetëm në aspektin financiar, edhe pse ndoshta kjo është ajo kryesorja, klasikja, ajo bazike. Pra njerëzit shpesh kanë nevojë materiale në jetën e tyre, po kanë dhe nevojë emocionale dhe shpirtërore edhe për i fjalë të mirë. Cila është bujaria më e mirë? E cilat janë llojet e bujarisë? Atëherë në Kur'anin Kerim dhe në hadithet e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe në jetën e të parëve tanë ka ardhur me lloje dhe forma ndryshme. Pra përmendëm ato bazikën që mund të jetë me pasurinë tënde, dhe për këtë kemi 10 tekste në Kur'an dhe Sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam. Ka dhënë me kohën njerëzit pejgamberi alayhi salatu wasalam, si thot Aisha radhiyallahu anha, ka qenë njeriu, më falni hadithin e Umm Selem, ka qenë njeriu që ndihmonte familjen e tij në punën e shtëpisë, i andronte në allanet vet, i rregullonte rrobat vet, ndihmonte njerëzit, madje kuptohet sensi i llojshmërisë së bujarisë ku edhe para Islamit kur zbriti shpallja tek profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe zbriti Xhibril alayhi salam dhe u trem dhe ku shkoi? Shkoi ke Hatixha radhiyallahu anha. Çfarë i tha? Kurse si Zoti të do praktisi. Ti ndihmon njerëzit, i ruan lidhjet farafisnore, i ndihmon fukarat, e ruan amanetin, i përkrah njerëzit në nevojë. Pra i përmendi disa cilësi dhe virtyte që të gjitha këto hynë në kuptimin e gjerë të bujarisë. Njeriu por nuk pati dëshirë për të ndihmuar, me lloje dhe forma ndryshme nuk bën asnjërin prej këtyre. Pra duhet të jesh bujar me pasurinë tënde, bujar me diturinë tënde, bujar me kohën tënde, bujar me fizikun tënd, bujar me fjalën tënde. Pra njeriu ka mundësi të bëj të gjitha llojet e formës bujarisë, duke ditur se ne nuk e dimë në cilën derë xhenetit do të hyjmë. Prandaj lutim Allahun azza wa jall që të na bëjë prej tyre. Si thash në fillim, të gjitha duan bujarinë, ndoshta të gjithë përfshihemi në forma të vogla të saj, po nuk e dim a jemi për atyre që shoqëria e konsideron bujar, ose tek Zoti më saktë vlerësohen të tillë. Kush është bujari? Cila është masa që duhet t'i japim për të arritur këtë titull? Allahu shpërblet për pyetjen. Them bujari të gjithë njerëzit janë bujar në pritje, sepse japin. Ka njerëz, shumica e njerëzve japin. Por ne mund ta kthejmë bujarinë tek ngjarja më e madhe e historisë së profetit sallallahu alajhi wasallam, historia e muhaxherinëve dhe ansarëve. Aty merr kuptim bujaria. Kur i përmend Zoti subhanahu wa taala muhaxherinët, çfarë thot? Pra ata që u larguan nga Mekka dhe në Medinë, dhe ansarët ata që i pritën ata. Përmend dy ngjarje dhe dy gjendje. Pra dy grupe njerëzish. Thot për muhaxherinët, çfarë thot? Dhe ata të cilët u nxorën nga shtëpitë e tyre, i braktisën shtëpitë e tyre dhe pasurinë e tyre për të arritur mirësinë dhe kënaqësinë e Zotit subhanahu wa taala, e ndihmojnë Allahun dhe dërguarin e tij. Pikërisht këta janë sinqertë, thot Zoti subhanahu wa taala. Pra ata u treguan bujar duke braktisur çdo gjë që kishin: pasurinë, familjen, shtëpinë, të afërmit, të dashurit e tyre, trokat, pronat e tyre, për çfarë? Ndihmojnë Allahun dhe dërguarin e tij. Pra çdo kush që kontribon në fenë e Zotit, në fenë e Zotit subhanallahu është bujar, por kjo ka disa grada. Ata çfarë lan? Lan pasurinë e tyre, lan shtëpinë e tyre, lan pronat e tyre, lan të afërmit e tyre, lan plaçkat e trupit, pra dorën. Dhe Zoti këta i quajti të sinqertë. Pse? Sepse ndihmojnë Allahun dhe dërguarin e tij. Pastaj vim ke pala grupi i dytë i njerëzve. Dhe ata të cilët thotë ishin banorët e Medinës, dhe i pritën vëllezërit e tyre pa ndier ndonjë ngushtësi apo shqetësim. Sepse njerëzit kur u vin miq shumë, fillon ngushtohet njeriu.
por ata si për shkruajtë e Zotit gjendjen e tyre që thon xhumle halie, ata thot nuk ndjenin një vështirësi. Madje u dhan përparësi të tjerëve, olau kana bihim khasasa, edhe pse ata kishin nevojë për veten e tyre. Ishin më nevojtar se ata. Pra kjo tregon kulmin e bujarisë, ky quhet njëri bujar tamam, kur ai jep kur vet ka shumë nevojë. Pra Allahu subhanahu wa taala tha për këta, ata janë të shpëtuarit. Për të parë tha, ata janë sinqertit. Se ishin sinqertit, sepse mbajtën premtimin e tyre për t'i dhënë përparësi fesë Zotit, dhe ndihmës së fesë së Tij subhanahu wa taala, dhanë gjithçka. Kurse këta dhanë gjithçka për vëllezërit e tyre, edhe pse kishin pra nevojë për veten e tyre. Pra këtu merr kuptim bujaria. Në përditshmërinë tonë mund të jemi të gjithë bujar, japim, ndihmojmë, bëjmë gjithçka sa mundemi me lejen e Zotit, ama kur jemi në vështirësi, jemi të gjithë që japim. Ky është thelbi i bujarisë. Ti japësh atëherë kur ti nuk ke mundësi ose ke nevojë për vete, dhe për këtë arsye Zoti e lavdëron atë dhe ata të cilët japin në vështirësi, kur janë mirë dhe kur janë keq, thot Allahu subhanahu wa taala, këta janë të shpërtuarit tek Zoti xhella xhelal. Dhe nëse zbresim pak në realitetin ton, ka njerëz të cilët ndoshta largohen nga një situatë, largohen nga një angazhim, sepse aty po themi ka gjëra që janë të ndaluara. A mund ta bëj jetin ky që kjo është prej bujarisë edhe të synoj edhe këtë sevap, duke marrë në konsiderat ngjarjet që u treguat për besimtarët e parë që u larguan nga Meka me këtë jetë? Atëherë kemi një ajet tjetër kuranor, kur Zoti thotë në Kur'anin Kerim, dhe ata të cilët japin rrugën e Zotit subhanahu wa taala, do t'ju kthehet ajo pasuria e tyre dhe atyre nuk do t'ju bëhet padrejtësi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fillim i nxiste sahabët, thot Ibn Abbas radhiyallahu anhu, i nxiste sahabët e tij të jepnin sadaka, të ishin bujar vetëm me muslimanët. Kur zbriti ky ajet thot, i që e qortoi profetin sallallahu alaihi wasallam që nuk takon ty udhëzimi njerëzve. Atëherë urdhëroi profeti sallallahu alaihi wasallam që të jepte sadaka të gjithë njerëzve pa dallim çka qofshin feja e tyre, apo besimi i tyre, apo raca e tyre, apo ngjyra e tyre. Pra kjo tregon që njeriu ka mundësi, edhe pse ka diçka që thotë i ndaluar, qëllimi i bujarisë cili është që të përcjellësh një mesazh dashurie, për kujdesje, që ai tjetri ta ndjej palën e vetën i vlerësuar, që dikush interesohet për mua, që dikush më do, që dikush më tërheq nga vetja, nga ky hall, nga ky realitet i vështirë që un jam. Pra është çelës bujaria. Pra ata që duan ta kuptojnë si çelës, dhe po ashtu është mbyllës, siç është kooperacia në këtë rast, për ata që duan të kuptojnë që është mbyllës. Prandaj nuk ka asnjë pengesë që njeriu t'i japë bamirësi të gjithë kategorive të njerëzve, vetëm në atë rast që e di nëse ai është një person që mund ta shpenzojë atë pasuri ose atë që ti i ke dhënë në një mënyrë të gabuar ose të dëmshme për të dhe për të tjerët. A ka forma që njeriu mund ta edukojë nefsin e tij në raport me bujarinë, pasi nga natyra disa janë dordhënës, nga natyra disa e kanë të vështirë. A ka betejë që njeriu duhet i bëjë me veten dhe ndoshta ta ushtrojë apo ta edukojë nefsin e tij në raport me këtë virtyt? Shiko, njeriu duhet niset gjithmonë nga origjina, tekstet kuranore dhe hadithet e profetit alayhis salatu. Allahu subhanahu wa taala kur përmend mensarët, çfarë tha? Dhe kush e ruan veten e tij nga kooperacia? Pra, kush e ruan veten e tij nga kooperacia, pikërisht janë shpëtuarit. Nga hadithi tjetër që tregon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për të nxitur njerëzit dhe që të luftojnë me nefsin e tyre, është hadithi që nuk lejohet zelia vetëm se në dy gjëra. Hadithin e Abu Hurajras radhiyallahu që transmeton Buhari dhe Muslimi, që atij që është dhënë pasuri dhe shpenzon atë në rrugën e dur, në rrugën e drejtë, dhe atij që është dhënë urtësia dhe dituria dhe ja mëson atë të tjerëve dhe gjykon drejt me njerëzit. Pra, zilia këtu quhet për mirë, nuk quhet për keq. Pra, të kesh zili njerëzit që japin, që janë bujar, do të thotë që edhe ti të jesh në shkallën e gradën e tyre shpirtërore. Çka tregon që imani është shumë i fortë. Pra, që njeriu është njeri i plot, besimin e tij e ka të plot. Pra, çdo njeri që ka frikë nga risku i tij, apo që është koprac, tregon që është koprac me veten e tij, është i mangut në besimin dhe imanin e tij dhe nuk e ka plotësuar atë ashtu siç duhet. Madje është koprac edhe me Zotin e tij. Pra, burimi i saj mirësie është Zoti subhanahu wa taala. Nëse ti mendon që atë çka ti, çdo gjë që ti e ke marr në këtë dynja, e ke si rezultat i aftësive tua, kjo është gabim. Pra, është shumë e rëndësishme aftësia, por është mirësia sa origjina është Zoti subhanahu wa taala, ai që jep robët e tij pa mas. Allahu subhanahu wa taala ka përmendur idhujtarët në Kur'anin Kerim surën Bekare. Dhe thotë se dhe sikur ata të jepshin çka ka qielli dhe malet me pasuri me ar, nuk do t'i pranohet atyre kursesi. Thonë ulemat, pse?
Thot sepse ata thot ju kërkuat atyre diçka shumë e vogël në këtë botë. Pra këtë tregoheshin bujar me fjalë, cila është fjala me shahadetin. Të thoshin shahadetin në këtë dynja dhe kishin shpëtuar veten e tyre. Pra njeriu kur është i varfër në zemrën e tij, kur është i varfër në shpirtin e tij, kjo do të reflektojë edhe ke bereqeti familjes tij. Pra sa njerëz të cilët ja mendojnë se duke e ruajtur pasurinë më shumë se ç'duhet, nuk kanë marrë me veten e tyre vetëm se zemërimin e njerëzve pas vdekjes tyre dhe mbi të gjitha qefinin dhe dheun që i mbulon. Kurse Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu që thot, bujaria mbyll të metat. Pra ka shumë njerëz që kanë mangësi në karakterin e tyre, në sjelljen e tyre, por nuk di një njeri bujar që merret në përgoj pse ai thot kështu apo ashtu. Njerëzit e duan bujarin, edhe nëse shohin tek ai. Edhe se kanë mangësi, nuk merren me mangësitë e tij. Thot sepse kjo cilësi kaq e bukur i mbulon të metat e njerëzve. Pra një njeri i zgjuar do të jetë njëri bujar, sepse kjo përveç se vapi shpërblimit begatis bereqetit që përmendëm, po dhe raport me njerëzit po themi e trajtojnë ndryshe, e vlerësojnë ndryshe. Kështu ka njerëz subhanallahu Zoti i ka sprovuar që të jenë koprac deri në shkrat me familjen e tyre. Pra pejgamberi sa në radhiti dinari që i jep për rrugën e Zotit, që janë të llojeve ndryshme, për lirimin e skllavit, për dhënien e fukarajt, pastaj përmendje për familjen tënde. Kjo është më e mira nga të gjitha këto. Më e mira se edhe aty që shpenzon rregullojt, po më e mira. Se po të ishte kështu pejgamberi sa nuk do ta kishte veçuar shpenzimin që ti jep për familjarët e tu. Pra thot pejgamberi sa njeriu më i mirë është ai që ka moralin më të mirë dhe moralin më të mirë ka ai që është më i miri me familjen e tij. Pra, të arrish që të jesh koprac, dorë shtrënguar me familjen, kjo është shumë e tmerrshme. Ol për mishute shumë të shkurtër dhe rikthehemi sërish bisedës tonë, ndërmi që shihemi pas pak në pjesën e dytë. Rikthehemi miq në studio, po flasim pikërisht mbi bujarinë si virtyt, po dhe si mirësi e jetës së njeriu në jetën e kësaj bote. Pra hoxha përmendi dobi të jashtëzakonshme që fillojnë që këtu, po kuptohet që dobia më e madhe është tek Zoti, është në ahiret. Hoxh, ju përmendët një hadith profetit alayhis salam i cili thotë se nuk lejohet xhelozia vetëm se në dy raste. Në atë rast kur dikush jep ka dhe jep, dhe në atë rast kur dikush di dhe mëson të tjerët. Pa duket sikur xhelozia është diçka e pashmangshme në jetën e njeriu. Pra njeriu kur shef suksese, xhelozon për to. Ndërkohë nëse nuk rrim me bujar, e kemi vështirë që të garojmë me ta. Çfarë na thot ky hadith në këtë aspekt? Pra, cilat do të jenë shembujt tanë, cilat do të jetë shoqëria jonë, çfarë do të jenë motivimet tona? Atëherë nëse marrim kontekstin e hadithit profetit alayhis salatu wassalam, që quhet dhahiruhu, pamja jashtme, përjashtoi profetit të gjitha llojet e smirave hasedeve, sepse ato janë të dëmshme, dhe na lejoi vetëm dy gjëra. Në bujari, çka do thotë që njeriu duhet nxitet nga kjo fjalë e cila profeti sasa i dha shumë rëndësi. Gjërave dhe veprave që pejgamberi alayhis salatu wassalam i jep rëndësi dhe neve duhet t'i japim shumë rëndësi. E kuptojmë këtë tek fjala e Zotit në Kur'anin Kerim, pra neve nuk na mjafton shembulli i profetit alayhis salatu wassalam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Keni tek e dërguari i Allahut shembull më të mirë. I ka lëvduar sahabët e pejgamberit alayhis salatu shumë Kur'anin Kerim, por ka thënë keni shembullin më të mirë, absolut dhe të pagabueshëm tek profeti alayhis salatu wassalam. Njerëzit që shoqëroheshin me të nuk ka kursesi që mos ishin bujar. Pra shembulli kush është Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu, i cili i dha gjithë pasurinë e tij. Jetën e tij ja përkushtoi profetit alayhis salatu wassalam. Sa që u përpoq Umeri radiallahu anhu, duke menduar se do t'ja kalonte Ebu Bekrit, shkoi me gjysmën e pasurisë tij dhe dorëzoi te pejgamberi alayhis salatu wassalam kur pa që Ebu Bekri ja kishte kaluar atij, pra kishte dhënë gjithë pasurinë e tij. Pra, shoqërimi me njerëzit bujar, me njerëzit që janë shembuj, me njerëzit fisnik, të bën fisnik. Madje të vë përpara përgjegjësisë dhe të nxit për virtyte të larta që njeriu ka nevojë, madje edhe momente që nuk e kupton ata vetëm kur shoqërohet me njerëz të tillë. Prandaj edhe
ne jemi quajtur ata brezi më i mirë i gjitha kohëve, janë sahabët e profetit alayhis salatu wasallam, dhe ata që erdhën pas tij. Pse? Sepse e përjetuan bujarinë e tij, moralin e tij, sjelljen e tij, moralin e tij me kundërshtarët, bujarinë e tij me kundërshtarët, me njerëz që nuk e njihin, me njerëz që e fyen, me njerëz që e nënçmuan, që e cënuan, nderin dhe derdhën gjakun e tij alayhis salatu wasallam. Ky është kulmi i bujarisë, i cili i fali, i ndihmoi, i përkrau, i këshilloi, pra i orientoi ata në rrugën e duhur. Kështu bën dhe sahabët e profetit alayhis salatu wasallam. Pra është ilaçi më i mirë të shoqërohesh me njerëz të tillë. Kushdo, domethënë që të jetë bujar, atëherë le të kthehet pak vetes tij në ato momente ku ai nuk do të marrë asgjë me veten e tij përveç se qefinit dhe dhellët që e mbulon. Prandaj dhe Zoti përmend një ajet shumë të frikshëm në Kur'anin e Kerim. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Dita kur njeriu ikën nga vllai i tij, nga gruaja e tij, nga miku, nga baba, nga nana e tij, dhe ati nuk intereson vetëm se çështja e vet. Pra, me çfarë do të garojmë ne tek Zoti subhanahu wa taala? Pikërisht me ato mirësi që Allahu t'i ka dhënë ty si një shprov ose ose një mënyrë, një model që ti a do ta praktikosh në jetën tënde të përditshme, apo do bëhesh si ata të cilët Zoti thotë në Kur'anin e Kerim që janë prej koprazëve dhe nuk kanë asnjë mirësi tek Allahu subhanahu wa taala. A është kjo prej dobive të dhënit të bujarisë së hapur, demonstrative, pasi vetëm duke i parë këto bujari të demonstruara mund të xhelozojmë ato dhe ndoshta mund të motivohemi tek këto. Po ashtu, për këtë arsye kemi prapë shembullin e profetit alayhis salatu wasallam. Dikush që kërkon profetit alayhis salatu wasallam i jep një kopë me dele. Një kopë shumë të madhe me dele. Dhe kthehet tek populli i tij dhe thotë, çfarë? Ky është hadith për të mbajtur mend. O ju njerëz, shkoni ke Muhamedi. Pranoni fenë e tij sepse ai i jep dhe nuk i friksohet fukarallëkut. Pra ai gjeti shembullin profetin alayhis salatu wasallam. Dhe për këtë arsye, të njëjtën cilësi që e gjeti ke profeti alayhis salatu ja përcolli popullit të tij. Pra kur njeriu është shembulli i dur, do të gjejë tek vetja e tij frymën ose dëshirën nxitëse për të qenë si ai që ishte përpara tij. Pra neve sot kemi shumë mundësi për të garuar. Jemi një kohë që jeta ka shumë dinamik, nuk ka shumë kohë që të merremi me shumë gjëra, por aty ku na jepet mundësia, le të garojmë, sepse gara më e mirë është pikërisht me ato vepra që njeriu do t'i gjejë ato tek Zoti i tij. Pra, është shumë e rëndësishme të kuptojmë jetën e profetit alayhis salatu wasallam. Tek hadithi ka dy dimensione, pra është dimensioni i bujarisë me pasuri, po dhe dimensioni i pasurisë me dije. Çfarë bujarie është bujaria e dijes, e përhapjes së të vërtetës dhe çfarë peshe ka ajo? A ka të njëjtën vlerë, sepse dikush i cili ndoshta po i mëson njerëzve, nuk i duket vetja aq bujar sa ai që po jep prej parave ti, prej floririt ti, prej gjërave që duken dhe preken. Në thëmë drejtën, unë mendoj që mendimi im personal nuk ka dobi më të madhe ose bujari më të madhe se sa bujaria me diturin, sepse është lidhur me kohën. Ky njeri përkushtohet gjithë kohës, gjithë momenteve ti, edhe në kohën kur ka nevojë familja ti diturisë. Përse emër këtë dituri? Për t'ia lënë atyre brezave që do të vinë më pas. Ti dhe unë sot lexon hadithet e Buharit dhe Muslimit. Ata kanë bërë me mijëra kilometra për t'i përmbledhur ato hadithe të profetit sallallahu alajhi wasallam, duke kërkuar burrat e zinxhirit transmetimi, duke përzgjedhur më fisnikët, më të devotshmit, më precizët në përcjelljen e hadithit të profetit alayhi salatu wasallam. Dhe ja përkushtuan jetën e tyre, kohën e tyre, madje do të djesh që kanë rrezikuar jetën. Gati kanë qenë shpeshherë në vdekje, duke humbur jetën në kërkim të diturisë, pikërisht që t'ia përcjelli atë ummetit profetit alayhi salatu wasalam, dhe nuk ka dituri më të madhe dhe më të mirë dhe bujari më të madhe se sa dituria e dijes. Pra sa njerëz përfitojnë nga këto hadithe, nga këto ajete, nga këto libra juridik apo që kanë bënë me moralin dhe etikën e muslimanit, janë ndoshta 1400 vjet civilizimi islam dhe janë me miliona ndoshta libra që janë përcjellur brez pas brezi në shkenca të ndryshme që neve sot përfitojmë, i lexojmë, i përhapim, ndihmojmë njëri tjetrin, ja shpjegojmë ato njëri tjetrit, imagjinoni tash çfarë bujarire që rrjedh brez pas brezi. Dhe kjo hyn ke hadithi profetit alayhi salatu wasalam që kur vdes biri i Ademit, i shkëputen të gjitha veprat përveç 3 gjërave. Sadaka e rrjedhse, pra diçka që kanë, el ilmu yuntafa bi, dituria e cilën përfiton, dhe fëmia i mirë që lutet për prindërin e tij. Pra sadaka rrjedhse
Bujaria, kjo lloj bujarie përfshin dy gjëra, sadaka rrjedhse, pra që përfitojnë njerëzit brez pas brezi, dhe dituria që përfitojnë njerëzit brez pas brezi. Pra ti ndoshta e ke harruar Buhariun, por ai ta imponon veten e tij, duke lexuar hadithet që ai ka përmbledhur fjalën e profetit alayhis salatu wassalam në tematika të ndryshme që është e nevojshme për jetën tonë të përditshme. Pra shikoni se sa shumë sevape i shkojnë atij njeriu brez pas brezi 1200 vjet nga koha që po flasim. Ju përmendën në fillim që çdo lloj bujarie, edhe ndaj atyre që ndoshta nuk besojnë, edhe atyre që ndoshta nuk e besojnë takimin me Zotin dhe nuk besojnë tek ato vlera që ne besojmë, ju thotë që ka sevap ndihma në tyre, në vend që ka nevojë për strehim, për ushqim e me radhë. Ndërkohë le të marrim pak po themi ata arsimtar muslimanë, të cilët ju mësojnë njerëzve elemente të rëndësishme të jetës. Ndoshta në një farë mënyrë mësojnë edhe besimin në Zot, edhe pse duke qenë në kohë shekullariste të flasësh për Zotin, njeriu mendon se do të ketë kujdes se mund shkel dhe ligjin për absurdeve të kohës ku jemi. A do t'i motivonte ky hadith ata arsimtar, ata mësues që ndoshta një vepër e cila sot nuk vlerësohet, siç është mësuarit të fëmijëve të edukatës qytetare, po dhe të gjërave që atyre ju duhen në jetë, mbledhjet, zbritit, pra matematika dhe gjithë lëndët e tjera, a duhet ta bëjnë ata mjetin për një bamirësi, për një bujari e cila ka shpërblyer tek Zoti? Po. Mos harrojmë hadithin e Imam Muslimit, ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tregon, po t'jap kuptimin, se nuk po e mbajnë mend tekstin, tregon që si Zoti është problem një personi që është jo besimtar në botë. Në këtë dynjë Allahu është problem. Pra për diturinë që japin, për mundin që japin, për sakrificën që bën çdo njeriu, edhe pse nuk është besimtar, në këtë botë që ne jetojmë, Allahu subhanahu wa taala ja jep atyre shumë fish shpërblimi. Prandaj neve i nxisim ata që të kuptojnë thelbin e besimit islam. Neve nuk duam për ta thjesht shpërblimin e kësaj bote, ne duam për ta shpërblimin e kësaj bote dhe botës tjetër. Pra origjina cila është që gjurmët që ne lëmë në këtë dynja janë si rezultat i atij mundi, asaj djerse që derdhet, asaj raskapitje për të edukuar brezat në dituri dhe shkenca ndryshme, pikërisht që të arrijmë kënaqësinë e Zotit në xhenetet e larta. Pra janë dy gjëra që ne nuk mund t'i shkëpusim me njëra tjetrën. Pra mos jemi si ata njerëz që mendojnë vetëm për anën materiale, për gjërat që i shohin dhe i prekin, por pse jo mos hyjmë në historinë e vendit dhe të kujtohemi brez pas brezi, mbi të gjitha të përkujtohemi tek Zoti subhanahu wa taala si robët e mi të cilët shpenzuan gjithçka në këtë botë për të ndërtuar brezat e të ardhmes. Pra unë nxis mësuesit, ata që nuk besojnë, ateist, çdo lloj besimi që ata kanë, që ata kuptojnë thelbin e besimit islam. Sepse janë duke bërë një vepër. Janë bërë një vepër shumë të kuptojnë thelbin e besimit islam, madje nuk ka mezhlis më të bukur, të quajtur ulje, mbledhje njëherë më të bukur se mezhliset e diturisë. Pra dituria jo vetëm që trashëgohet brez pas brezi, por ajo rinovohet, rigjenerohet dhe ne kemi nevojë që të nxjerrim breza të cilët ecin dhe me kohën, edhe me hallet dhe problemet e kohës, me sfidat e kohës, me dituritë e kohës, përsa mjekësia është një shkencë që ndryshon çdo ditë, teknologjia kështu me radhë. Pra duhet të nxjerrim njerëz që janë të vetëdijshëm për këtë. Por njerëzit mendoj unë, dhe ajo që ne kemi arritur në praktikën islame, që besojnë Zotin subhanahu wa taala. Janë njerëzit më fisnik që mund ta udhëheqin një shoqëri përpara. Njerëzit që nuk e besojnë Zotin dhe ditën e gjykimit, çfarë ndodh me ta? Mund të luhaten, mund ta braktisin këtë detyrë, mund ta devijojnë këtë detyrë, mund ta keqpërdorin këtë detyrë. Dhe ne nuk duhet të lëm atyre këtë mundësi, kjo është një këshill, që gjatë jetës tyre të goditen nga hall dhe probleme, fenomene joshje të ndryshme dhe ta braktisin origjinën e bamirësisë që janë dy tham, e kësaj bote dhe botës tjetër. Që do thotë që për një arsimtar, për një mësues musliman, pastaj kjo rrugë është dhe më e lehtë, po edhe ai është shumë i motivuar sepse përveç profesionit të tij motivohet dhe nga sevapi. Po, shpatja, shiko, hadithi profetit alayhi salatu wasalam nuk ka një popull që mblidhet në një shtëpi prej shtëpive të Zotit. Dhe mëson dhe lexon librin e Zotit. Ktu do të bëj një shkëputje shumë bukur, vetëm dijeni se mbi ta zbresin me lajket e Allahut. Pra krijesat më të larta, mbi 7 qenj zbresin në tokën më të ulët të Zotit subhanallahu. Dhe i hapin krahët e tyre në shenjë nderimi për nxënësin e dijes. Dhe rrethojnë ata me krahët e tyre dhe mbi ta thot zbret mëshira e Zotit. Pra zbret Allahu krijesat më të larta, më të pastra me lajket e tij për njeriu që kërkon diturinë në shenjë respekti dhe nderimi për të, ku i rrethon ata qetësia dhe mëshira e Zotit dhe si farë mënyrë mblidhen në shenjë manifestimi dhe nderimi dhe mbrojtje këtyre krijesave. Pra njeriu i ditur
edhe pse mund të ketë maksi, ai është shumë i dobishëm për shoqëri sepse quhet an-nafal mutaadi, është dituri ose mirësi që ka përcem breza. Pra nuk është se ajo rrin në vend, përfitoj vetëm unë. Përfitojnë me dhjetra, me qindra breza, njëri pas brezit derisa të jetojë shoqëria njerëzore. Prandaj, nëse e kuptojmë këtë mision, besoj që lut Zotin subhanahu teala që intelektual besojnë apo nuk besojnë, ta rishikojnë këtë çështjen e besimit dhe niyetit që i themi, qëllimit dhe objektivave, sepse do të kenë shumë mirësi tek Zoti subhanahu teala. Hoxhën, falenderoj për këto shpjegime, falenderoj për këto motivime, këto inkurajime për bujarin. Kjo është një temë e gjatë, është një temë e madhe. Unë së paku shpresoj që ne të ritakohemi së paku edhe një herë për ta zgjeruar këtë koncept dhe për ta vazhduar. Zoti shpëlbeft. Amin. Allahu nderoftë juve dhe do t'ju dhënë sukses të gjithëve. Amin. Për miq, këtu e mbyllim pra dhe takimin e sotëm. Ishim me Hoxhën dhe imamin e xhamisë qendrore në qytetin e Lushnjës, Alban Puga, ku folëm për bujarin. E qartë është vlera e saj, po nëse lexojmë ajetet, nëse ndalim në jetën e Profetit sallallahu alajhi wasallam, kuptojmë këtë virtyt të madh për të cilin të gjithë kemi nevojë dhe të gjithë duhet ta shpresojmë. Unë ju le takim javën e ardhshme deri atëherë kalofshi sa mirë.